Mungesa e fuqisë blerëse dhe çmimi i ulët me të cilin tregtohet aktualisht shega ka bërë që fermerët e zonës së Gostimës në Bashkinë e Cerrikut ta lënë frutin pa mbledhur në pemë, duke u prishur. Aktualisht 3 kg sheg shiten vetëm për 150 lekë të reja, edhe pse ky vit ka qenë i begat në prodhim. Për fermerët e Gostimës sërish përbën një vit të vështirë, të ardhurat nga shitja e frutave nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet minimale të prodhimit. Tukë zona jonë ka qenë pemtoria, ka qenë prodhimi është i lartë, po çmimi është i ulët. Shegën unë kam tregtuar 1500 lekë kilin, 3 kg 1500, po mos u hedh në kanal prodhimi, pa marrësh 5 lekë. Secila ka qenë shumë e lartë. Shteti marri masa. Unë prodhoj, kam tokat e kam ullishten dhe kam pemtorën timi që kam tukë, kam pletu. Po. Do merë se s'ke ku shkan, jemi pa punë. Po ne do merë me pemtore të gjitha. Nuk e bëjmë të hecme. Nda vjerës me arga aty, pasaj, po ushit, me sushit, merë e futë prapë shpi. Ka, ne tregut e shumë i lirë. Ka tregu së rikut. Pak në shpesnime tane mulloj. Në më ndalë mjek e jek. Nuk e asë i loj fitimi. Është e vështirë. Është e vështirë. Fare, nuk në ndimon shteti. Ngelët gjithë prodhimet pa u shitur. Pse ndodhë, nuk e dim, shteti e ka punën. S'ka çmim, nuk vinë marrin, në çmimi s'vinë marrin. Nuk ja vlen për shitur. Se nuk, ato argjimet që bën nuk i nxirr dot. Kemi pasur rrush i pashitur ka ngelur. Shumë e vështirë është, shumë e vështirë. Arrim, unë jam pension, kam shumë sëmundje dhe nuk ja dalë dot me 200.000 lekë. Unë dua 200.000 lekë ilaçe. Po, të gjithë, vetëm jam shtëpi. Dhe me shumë sëmundje vetëm, se nuk i mbaj dot fëmijët tu. Fermerët theksojnë se çdo investime bëjnë me kursimet e tyre, ndërsa ndihmën e shtetit në bujqësi nuk e kanë ndier asnjëherë. Kjo situatë me çmime gjithnjë më të ulta dhe shpenzime në rritje ka bërë që vit pas viti të rritet numri i fermerëve që braktisin tokën dhe të rive që zgjedhin të largohen nga vendi.